Merë fjalën, po shpëta. Do t'jetë e kut dhe e mit, për kundër faktit që kam shkaka që ndosht shkarkimi ju i mu lipsat këtu. Për shkak të sjelljes tjuja, asnjë vendim të drejtë nuk mund ta marrë nën këtë presion. Qëllimi për fillimit që në shqyrtimin e raportit, falëmni, në shqyrtimin e raportit zgjedhor, që edhe nuk është shqyrtuar. Dhe deklarata juaj publike, duke thënë se ky raport duhet votohet, është shkelje e hapur e konfliktit të interesit apo shëndikimin e Nuk është fare e vërtet, ka incizim këtu, unë kur nuk bëra një deklaratë të tillë. Kjo është ajo që e thuni ju, por jo unë, se kur nuk kam bërë thirrje për me votu për raport ose raport, se për raport nuk votohet fare. Nga se pas përfundimit të procedurave ankimore, kryesues, kurkun asnjë dispozit ligjore nuk thotë se votohet për një raport ose për certifikim. Kurkun, e keni obligim si këshill me shpall rezultatin e zgjedhjeve. E keni për obligim. Ligji ju obligon. S'ka votim këtu për miratim e mos miratim të raportit. Ne kemi votu, të gjithë bashkë kemi qenë këtu, lidhur me këtë proces. Janë refuzuar gjitha ankesat. Dhe kandidatet që janë në proces i kanë të drejtat të tyre me i paraqit në gjykata të rregullta nëse dëshirojnë me i paraqit këto mjete. Është e drejtë të tyre. Këshilli ka përfunduar çështjen e këtij procesi. E ka refuzuar ankesën dhe palët kanë të drejtë i paraqitin ankesën. Edhe kjo është absolutisht e pavërtet, me qenë se shumë mirë dim se takimi në 276 është aprovu si pikë e renditës. Jo, është aprovu si pikë e renditës raporti dhe raport për të certifikuar rezultati. Kështu që me kërkesën e kaluar, duke menduar se nuk është i përgatitur ta prezantojë raportin, ta mbrojë raportin e vet, unë kam pranuar dhe përshtyr për ditën e sotme. Kështu që kjo është absolutisht e pavërtet. Cilat janë pika tjera që janë shtyr kryesuese si ke qitë në renditës? Po kam konsideru se është cilat janë ato pika, janë me afate. Janë afate, qente për juve. Unë e propozimi im që të qitet në votim. Propozimin në votim. Merë fjallën, po shpëta. Veç unë e kom propozu diçka edhe tu propozimi im me në votim. Fillimisht, du të më na dhon fjallën gjithë anëtarëve në mënyrë të barabartë. Në të harron dikush që këtu ka ndonjë farë supermacioni në drejtim edhe të këshillit edhe të marrjes fjallës. Prandaj do ta deni rolin e juaj që e keni këtu. Ju e keni vetëm me llan fjallën, gjithë anëtarëve të këshillit. A propozojnë, as propozojnë, a komentojnë, është e drejtë e tyre. Du me shfrytëzu drejtën. Du me shfrytëzu dhe jam anëtar i këshillit i barabartë. Ani anëtar i këshillit të fjalën. Du me shfrytëzu drejtën time këtu për t'i thonë disa fjalë edhe rreth asoj që u tha, edhe rreth propozimit të kolegës. Po fillimisht sa i takon pikës që e keshim të rendit ditës, ku me të vërtet unë mendoj që fare s'është dashur të ketë pikë të rendit ditës raporti, sepse nuk e kërkon as ligji as rregulloria. Le ta harroj këshilli që me vot mund ta rrëzoj një proces ku kanë votu prokurorët e Kosovës. Nëse do të ishte në dorën e këshillit, pse të votonin prokurorët? Atëherë të votoj këshilli ta zgjedhë anëtarin, andaj keni parasysh se keni një certifikim formal që unë e konsideroj që me thirrjen e këtij takimi është konsumuar kjo dhe kandidati është e certifikuar, procesi është i përmbyllur. Dhe kjo sepse ashtu e thot ligji. S'kërkon as raport, mos u ndërhyjmë. As raport, as votim, as gjë tjetër. Për sa i takon letrës, të cilën e lexoi e nderuara kolege Jehuna, edhe atëherë ka lexuar kjo letrën për caktimin e të respektumit ushtruesit detyrës kryeprokurorit të shtetit, sepse propozimi s'ka qenë veç i saj, ka qenë i gjellëve, por e ka lexuar letrën ashtu siç po e lexon sot. Me të vërtet është diçka që nuk do të duhej kurse se të ndallte në veçanti, ka vetëm një adresë dhe agjendë që është dëmtimi i sistemit prokurorial. Por, unë po ju tregoj këtu që kjo tentativë
do të jetë e kut dhe e mit, për kundër faktit që kam shumë pak ku për ta përfundu mandatin bashkë me ju, nuk do të jem pjesë e këtyre agendave kaq të olta dhe është një tentative dëshpëruar për të bërë një dam të madh sistemit prokurorial. Sistemi prokurorial është më i madh se gjithë ne. Dhe për këtë kemi dhënë betim që do ta mbrojmë dhe do ta mbrojmë deri në fund. Duhet i kryjmë detyrat me përgjegjësi. Ashtu. Po pra. Ka qëndosht shkarkimi ju i mu lypsat këtu. Për shkak të sjelljes këtu një anshme që i keni pas. Po. Ashtu konsideroj, po. Faleminderit për fjalën e nderuar i ushtrues detyrë për prokurorin e shtetit, nderuar kryesues, zëvendës kryesues antar të pranishëm. Vjen keq u kriju gjithë kjo atmosferë agjend. Gjithmonë po flas për agjendën. Është abuzim me detyrën, keqpërdorimi i pastër i detyrës zyrtare dhe konsideroj se pas një kërkese të tillë, pas këtij debati, aty paraprak që ka prit pikërisht këto, ky këshill e ka humb kredibilitetin, legitimitetin për me vazhdu tutje. Këtu, për mu, nuk ka më kushte normale të punës, sepse çdo aktivitet i së ardhmës mund të jetë veç vazhdimsi e këtyre veprimeve destruktive dhe kërkesave të tilla çfarë dëgjova. Sinqerisht po më vjen keq për gjithë këtë që kam dëgjuar, nuk e di nëse mundem të jem pjesë e diskutimeve të tilla dhe vendimmarrjeve të tilla. Faleminderit. Ka propozim tjetër për ditë? Nuk ka. Po unë. Vetëm po shihet kush është për me shkatruesi. Sa lajk është largu pa asnjë arsyetim prokurori Arjan Gosh. Mirë, a mundem? Gjësa me herët është sepse janë edhe është një incizim publik edhe shihet kur edhe ora kur është. Po, Faleminderit. Unë. Në çastet kur tensioni e humb arsyen, vetëm mendjet e shëndosha mund të na udhëheqin drejt zgjedhjes. Prandaj nderuar ushtrues detyre i kryeprokurorit të shtetit, nderuar kryesues dhe kryesuese të nderuar antar të Këshillit, unë para se ta lëshoj takimin do ta paraqes arsyetimin lidhur me këtë çështje këtu. Sot ne jemi mbledhur në një moment ku pjekuria jonë, karakteri ynë dhe vlera jonë e përbashkët është vënë në provë, madje edhe imja. E di që tensionet ekzistojnë, ato po shihen, e di që emocionet janë ngritura, përfshirë edhe emocionet mia. Por dua të them qartë, nuk jam këtu për me kriju ndarje. Po nuk jam këtu unë jam këtu për ta mbrojtur unitetin, unë jam këtu për ta ruajtur ekuilibrin balancues. Çdo mendim ndryshëm për mua është shumë i respektueshëm. Çdo shtetësim i ndëgjueshëm, por asnjë arsye, asnjë interes, asnjë grupim nuk ka të drejtë ta cënoj dinjitetin dhe qetësinë tonë të përbashkët. Nuk bëj pjesë në asnjë grup. Sot ne nuk mund ta kontestojmë ose ta testojmë kush e ka zërin më të lartë. Sot na testojmë kush e ka arsyen më të fortë. Kush e ruan që sekundët me asnjë interes të ngushtë, asnjë presion, asnjë ngatestim për me deformuar realitetin ekzistues. Unë dhe të tjerët besoj që jemi këtu për ta mbrojtur ligjin, për t'i dhënë arsye të vërtetës. Po e them këtë se unë sot dhe në takimet e radhës, asnjë vendim të drejtë nuk mund ta marrë nën këtë presion. Asnjë proces nuk e fiton integritetin që ne t'i ngritsim tonët tona. Asnjë konflikt nuk mund ta zgjidhim duke kërkuar fajtor, por duke kërkuar zgjidhjen. Sepse një hap prapa nga emocionet është një hap përpara zgjidhjen juridik, unë se do të tërhiqem nga ky takim, sepse çdo veprim, çdo vendim imi do të jetë emocional për shkak të situatave që këtu diskutuan. Pas fjalimit të antarit të Këshillit, profesorit, duke pa këtë situatë krijuar në këtë takim, unë mendoj që as unë ma nuk e kam vendin në qenë këtu dhe ju njoftoj që do të liroj takimin. Dhe pa qëllimi për fillimit që Kryesues, unë mendoj që më e shëndetshme do të ishte parë mos të ftuhet më asnjë takim. Përveç procedurave disiplinore 2 a 3 që i kemi, sepse këtu më nuk ka funksionim normal. Edhe ashtu jemi në fund mandatit dhe në fund mandatit kur ka mbetur edhe 2-3 javë të punës tonë pritet gjithçka. Prandaj po ju sugjeroj që më fare mos sterni takim për pikat rregullta, përveç procedura disiplinore për cilat bile kisha sugjeru pyetjesha online dhe fare mos vija më këto. Kështu që ju përshëndes, ju uroj punë të mirë. Edhe ju përshani. Dhe thënë ju një me mbrojt sistemin. Këtë formë me mbrojt sistemin. Po, vazhdoni. Veç vazhdoni formën e tillë edhe për mbrojtjen e sistemit. Po s'kemi për